pyet prindrit për frikat më mëdha që kanë për fëmijët e tyre adoleshent, në fakt është një frikë klasike që mos më marri fëmia rrugën e keqe. Kështu quhej, që do thotë cigaria, droga, shoqëria e keqe, sherret, kryesisht për meshkujt, po tashmë edhe për vajzat, siç kemi parë shumë video që qarkullon në internet. Pra këto janë ato frikrat e një rebelimi që mund të shkaktojë dëme të mëdha më pas. Pasoja që janë nga pasoja fizike, të në pasoja si shtatzani të hershme. Tash më shëndeti mendor ka bërë punë vet, mendojmë dhe këto, por klasikja është kjo. Dhe historia e Lirës, e cila është anonim, të jetë në telefonat tani, është një histori klasike. Jetoni në Tiranë, është e divorcuar dhe vajza e vet për një farë kohe, si thua, rebeloi, filloi cigaren, pati sherre me shoqet, por në fund është një histori suksesi, mendoj unë. Neve do ta kuptojmë gjithë historinë nëpërmjet Lirës. Po si fillim unë dua të pyes Lirën, Lira, është histori suksesi e jotja apo thjesht ishte mendimi im ky opinion i pavarur? Është me histori vërtet suksesi në fund, sepse unë ja dola shumë mirë dhe kam arritur deri në përfundimin që vajza ime të jetë vërtet në këmbët e veta dhe të jetë vërtet ajo vajza që unë doja të ishte. Ke 17 vjet që je mësuese. Po, 17 vjet. Kam dhënë mësim në klasat 9 kryesisht. Kam dhënë gjuhë letërsi. Ke kaluar në duar, domethënë me 10 adoleshentë, sepse klasa 9 është para adoleshenca. Dhe sot e kësaj dite më falenderojnë, më shkruajnë, më respektojnë. Domethënë nga ajo edukata që unë ju kam dhënë, ajo mirësia që unë ju kam përcjell brezave, por nuk arrita të edukoja. Po përballje me vajzën ishte e vështirë. Tani e bëra punën time, por nuk arrita të arri qëllimin që kisha tek fëmia im. Po, tani le të kuptojmë pak historinë tënde. Ke një djalë, ke dhe një vajzë dhe je divorcuar. Ke 4 vjet e divorcuar. Po, dhe në moshën kur ato ishin kritike, domethënë që nis adoleshenca, unë u divorcova. Aty pata luhatjet e vajzës, si fëmijë adoleshencë pata luhatje të mëdha. Sa vjeç ishte vajza kur u divorcuat? Vajza ishte 13. Më fal që të pyes, se edhe kjo është vlen për të kuptuar edhe për Jonën. Ishte një divorc i papritur, pra ishte një familje që i papritur në sy të fëmijëve, pra ishte një familje që kishte një harmoni, apo ishte një familje ku kishte shumë debate, sherre dhe ishte një familje që unë kisha vazhdimisht sherre, bashkëshorten se kisha fare prezent për shumë vite, mbi 8 vite. Nuk ishte prezent, edhe kishim dhe vazhdimisht konflikte me pjesëtarët e tjerë të familjes. Fëmijët ishin nën presionin e pjesëtarëve të tjerë, që i dëgjonin gjitha fjalët kundrejt meje, kundrejt dy fëmijëve, domethënë kishin ato zhumat në tru, fëmijët të vazhdueshme. E prisnin që të vitë dhe këtë ditë. Kuptoj. Tani ju jetoni në një qytet tjetër dhe ti mas divorcit erdhe në Tiranë dhe këtu filluan dhe problemet me vajzën. Sa po regjistrova thash vajzën në shkollë, normalisht vajza ime ishte ndryshe edukuar, hasi një shoqëri jo të mirë, të themi, se gjithë fëmijë nënash janë, se cili edukon në mënyrën e tij, por unë nuk i kisha edukuar vajzën ashtu, në atë mënyrë. Në çfarë mënyre? Për çfarë mënyre ke fjalën? Vajza ime nuk përdorte fjala ortopis, vajza ime nuk pinte duhan, vajza ime nuk kundërshtonte zyshat apo profesorët, vajza ime nuk dilte jashtë me shoqëri të bëjë gjëra që janë bërë. Vajza ime ishte komplet ndryshe nga ajo shoqëri që u përball me ta. Dhe kur filloi të jetë shenjat e para që po ndryshonte? Muaj i 2 që vajza filloi shkollën, unë erdha në Tiranë, domethënë edhe vajza filloi shkollën, filloi të japë edhe ndryshim. Me vënoj nga shkolla, edhe i shkoj vazhdimisht ku je, po vi. Jam në ca shoqet, kafe. I thash në kafe ti nëse do në kafe, mund ta pish me mamin, dalim bashkë. Momentin që erdhi në derë, në prisja të derë, ahira zilët, dola të derë, direkt të kuptova se mbante erë. Dola nga vetja, sepse reagova pak me intonacion zëri të ndryshëm nga erët e tjera, dhe vajza po më thot, çfarë ke, ç'është ky ton zërit atë kështu, s'ke bërë ndonjëherë kështu. Edhe i thash, më trego vetë se çfarë ke përdor, çfarë ke pirë. Mam thot, ulem me shoqe, ato të gjitha e pinin cigaren, thot edhe më dha një cigare. Qa mënyre e kisha edukuar në klasë të 8, të mpinte cigaren, merr pak jashtë normalës. Edhe i thënë, ke pirë cigare? Po, thot, më falje kam pirë. Okej, thash, me që ti e ke pirë, s'ka problem, po unë dua që të premtosh këtu e tutje që s'do pish më. Por nuk ishte ashtu siç e mendova unë, sepse vajza vazhdimisht më vinte pak me vonesë, filloi cigaren ta pinte rregullisht, kishte filluar edhe ato cigaret elektronike që ja gjeja në xhepa,
në çantë, në xhok, jo është një shoqe, jo është një shoku, justifikime të ndryshme. Po, vinte dhe me vonesë thua ti, se përveç cigares, okay, pinte atë, po ti thua që ai vinte me vonesë. Po edhe vinte edhe me vonesë në shtëpi, normal kuptoshte që rrinte diku. Kishte pasur ca shoqe, jo të nivelit të saj, jo të mira, jo të nuk s'di si ta shpjegoj, ca vajza që nuk kishin që ajo vajza ime ti kishte shoqe. Po që ti qenë problematike sipas teje, po. Po, bënin shumë sherrë në shkollë, të stoponin dyert, dritare, xhama, e kishin bërë shkollën atje zjeshin me zysha, shkonte policia aty te shkollë, shkonin gazetar të ndryshëm nga ky grup sherrri. Edhe këto ishin në klasë të 8 të gjitha, në klasë 8-9? Në 8-9 edhe ka pas edhe 2 nga klasa e 7, mos gaboj. Ishin të vogla me bërë ato gjëra madhore në shkollë. Pse mendon që vajza jote brenda 2 muajsh gjeti, si thua, shprehje, gjeti rahat te këto vajza? Mbase mendoj se ishte lodh me stresat në familje. Donte ditën nga ky stresi që kishte kapluar, nga kjo monotonia e ditëve, edhe mendoj që bëri diçka ndryshe, sepse normalisht edhe adoleshente dhe i ka ardhur një rrugë më e shkurtër ose më e bukur. Kjo si analizë edhe ka sens. Ti këtë analizë, përveç se ke bërë me veten, ja ke reflektuar dhe vajzës? Pra si jam kurioze të di si ke qenë ti në sjellje me, okay, se i them mos pi më cigare, kjo është një gjë që ti e di që s'funksionon. Çfarë i thon? Të lutem mami, ti e shikon që unë po tris me shumë sakrifisa, unë jam me vetme, unë s'kam person tjetër. Ti e shikon se më shumë po trisin nëna dhe gjyshi, mami dhe babi më ndihmonin shumë jashtëmase. Bëje për mua, bëje për gjyshin, bëje për nënën. Jemi të vetëm. Nëse unë ty të kam krah, ti e fëmija më i madh imi. Nëse s'do të kem edhe ty, kë do kem unë këtë botë? Pa jo të shpreh ty se çka kishte ajo vet? E ke pyetur ndonjëherë çka ka ajo vet? Nuk është e gjithmonë. Nuk doja që të më kishe lind me atë baba. Nuk doja të isha fëmija i tij, sepse unë gjithmonë bullizon se babi jot ngeli gjithë jetën burgut, babi jot gjithmonë hruve, ti rrit pa baba. Ka qenë në burg. Mami jot është divorcuar. Në qytetin e vet apo në Tiranë? Në Tiranë. Sapo e morën vesh të fëmijët kur bëhet apeli në fillim të shkollës edhe kur dalin ato certifikatat që janë ato ishin marrë vesh që rrjedh nga një familje divorcuar, pas e bullizohet. Ndjej keq qante, vite mbyllë në shtëpi, pse mua më thon kështu. Po i thoj nuk jam unë vetmja, ka boll. Çfarë shkolle është kjo që habite që ato divorcuar, nuk e di. Tani. Një ditë prej ditësh dëgjoj që shkolla ishte bërë një problem edhe më thirrën mua shkoj, sikur vajza ime kishte thyer një derë banjo, po në fakt nuk ishte vajza ime, ishte një grup vajzash tjera që ja kishin lënë kësaj, sepse hajtë se kjo s'ka krah dhe s'do i dal kush për zot. Shkoj në mbledhje te shkolla, por ju këtu në shkollë keni kamera. Duhet të hap një kamerë dhe të shkoj çka ka ndodhur. Kur hap kamerën, sepse unë bëra pak të madhe, bëra edhe punojës policie. Jo, mirë bëre, shumë mirë bëre. Tregove që do të besoj vajzën. Edhe pastaj kur dorë realiteti, jo kështu, jo ashtu, drejtoresha po u zlia si të thoja, sepse një vajzë ishte vajza e një ish zyshe që kishte qenë aty, shumë probleme, po u zgjidh. Si ndikoi kjo tek vajza jote kjo situatë? Ndikoi që u bë shumë keq, nuk flinte. Në visa vite shtëpi do dalë, thoshte do dalë. Ku shkoni, thoja, do dalë. Po ku do dalësh? Do dalë me shoqen. Pastaj kaloi ca kohë, filloi pak vajza normal. Por e pan që kjo po ndryshon, domethënë puna ime që flisja shumë me të, nëse i pëlqente diçka i thoja, të pëlqen po të shkojmë tablem ose hajde do të ikim bashkë aty ku do të je, që nuk doja t'i loj hapësirë, kishte më kontakt me shumë shoqe, më kupton? Isha gjithmonë e gatshme vetë, mund t'ia shumë gjëra pa bërë. Mund mos u shihesh edhe vetë gjatë gjithë ditës, ti rria në dispozicion. Se djalin e kisha komplet ndryshe. Tani ndodhi dhe një incident tjetër, pastaj që të detyroi ty të ikje nga Tirana. Ç'u ndodhi? Më i rënd. Ç'u ndodhi? Si e kuptohen që vajza ime po bën të ndryshimet, edhe më shifshin që unë edhe në mëngjes të çoja vetë në shkollë dhe merrja pas vite. Shoqet kishin një plan të thuash, sikur vajza ime po ngacmonte të dashurin e njërës nga vajza. Ato pinin cigara, ato mund pinin edhe gjëra tjera, pinin edhe hashash.
Sa po kishin ardhur fëmijët, u kisha shtruar trezën për të ngrënë, edhe i kisha marrë vetë vajzën nga shkolla. Po ani buk aty vetëm i thirr njëra nga shoqet e ngushta, që vajza ime deri atë ditë quajti shoqet ngushtë, ma shoqe shumë shoqe. I thirri, dil pak, e i shkon telefon, dil pak, kjo më thot mam, po dal pak se po më kërkoj. Edhe ishte me rroba, shtëpia, me shaka dhe kjo del. Kur të gjojnë ca zëra, po kishin qenë 2 grupe vajzash, edhe po i thonin që ti ke ngacmuar filanin, që është i dashuri i kësaj. Kjo i thotë, kush je ti, që me të vish mua nga një qytet tjetër, të marrësh të mu të dashurin këtu. Unë atë dashur kam nga 4 vjetë. Del djali, para në direkt pas djali. Kur shumë unë, grupu i vajzave tjera po vinin. Njëra e kap pak vajzën time kësupi. Edhe e kap kësupi po ta shtyë vajzën. Edhe unë direkt vetëm Geli, më afron kom ç'është këtu? Shan njëra, më fandon shumë rënd, edhe vajzën e shan. Jo, thot, më fal për shprehjen, të vi të marrë dashurin e shoqes, pa e di çaj bën ne. I thash unë qetësoj pak se ju gjitha jeni adoleshente. A mund të ma sqaroni pak si situatë? Asnjëra nuk pranonte që ta sqaronte, por të gjitha shanin me një fjalor banal. Po, tani te ky diskutimi që ndodhi në lagje, kishte pasoja apo e ndërpreve ti situatën? E ndërpreva si situatë, ama u mora shumë me prindrit e fëmijëve të tjerë. Okay. E ndërpreva në moment se po vërtisnin kaq shumë sa doli e gjithë lagja në këmbë. Kur vajza ime ishte kryesorja aty, dhe unë ndjeva vërtet shumë keq, sepse siç ndodh në Shqipëri derisa të sqarohet situata, merret përbazë ajo gjë që thuhet. U dashur shumë kohë që unë të sqaroj me gjithë prindrit dhe përgjigjja e 2 ose 3 prindërve ka qenë pozitive dhe e tjerëve të gjithë negative. Në ç'kuptim? Sepse asnjë nuk thonte realitetin që vajza ime është gabim që i ka ardhur vajzës tënde në lagje, por shif se vajzën tënde do e kesh gabim. Pra, ato justifikonin faktin që ato kishin ardhur për të ushtruar dhunë ndaj gocës sënde. Dhunë mbi vajzën time. Po. Sepse mund të kishte edhe fare vajza. Elira, tani mbas kësaj historie, ç'a ndodhi? Ti vendose direkt të ikësh? Edhe goca ishte shumë e gatshme që të largohej. Vetëm diçka më tha pa u përballë unë me ato që të dalë e realja e vërteta, pa unë nuk largohem edhe sigur qielli dhe tokat bashkohen bashkë. Atëherë juve shkuat në shkollë dhe kjo kërkoi të ballafaqohej, që më pëlqen, që kërkon të shkojë deri në fund të drejtës vet. Kjo tregon forcë karakteri. Ky është leadership, kështu që këtu mos ja ke frikën. Për këtë, se ishte 2 raste, në rastin e parë të derës ajo këmbuli deri në fund që të derisa u gjet. Tregon edhe gjithashtu që është protagoniste aty ku është, nuk është e heshtur shumë, pra ka krijuar një zhurmë të vetën. Absolutisht nuk është e heshtur, absolutisht. Për adoleshencë do s'është, por më vonë mund të jetë shumë interesante fakti që ajo është një vajzë që lë gjurmë, edhe të krijosh xhelozi edhe të krijosh të kesh haters, siç i quajnë brezi këtyre. Kjo ka një domethënie, në rast se ti nuk e bër gjë dhe ke haters, do të thotë që je karakteri fort. Të karakterin e fort ja ka dhënë edhe sfida që kemi kaluar në jetë. Po, tani te kjo pjesa prandaj do të përqendrohesha më shumë. E ka rritur para kohe si fëmijë. Ajo nuk flet me tjatin e vet. Apo ja? Jo, absolutisht. Po pse? Jo. E ka lënë shumë të vogël dhe ka gjetur shumë të rritur. Pa prezencë, nuk e ka pasur kur ka pas nevojë dhe duke ja ditë historinë që ai ka, më akuzon mua pse më bëre me atë baba. Nuk dua që ta njoh për prind. Dhe sot e kësaj dite që unë bashkëjetoj me dikë, ajo më shpreh në këtë mënyrë. Bashorti i jetës time dhe burri i ardhshëm i jetës time, thotë unë dua të jetë si ky, që ke ti tani. E do partnerin tënd? Jashtëzakonisht. Super. Edhe ka një komunikim në fillim lidhjen? Shumë mirë, më kanë të 2 fëmijët, nga që e dinin që unë kam vuajtur, domethënë i dinin streset çka kishim kaluar, edhe përgjigjja e tyre ka qenë shumë emocionuese, më kanë thënë nëse ti mam i je lumtur, ne të dy jemi shumë të lumtur dhe të gëzuar. Ne kishim dhe një rast tjetër të tillë, edhe është e çuditshme se si në rastin tjetër edhe unë bashkë me atë rastin e gjykonim veten për një lidhje të re, kurse ti je ai rasti që ata e kanë parë, të tërë keni dëshmuar që ajo ishte një lidhje absolutisht shkatrimtare për ty, kështu që ka qenë shumë e lehtë edhe transferta në një lidhje tjetër, edhe është pranuar shumë më kollaj se sa kur lidhja është e shëndetshme, të paktën në dukje për fëmijët, është shumë e vështirë që të pranosh një lidhje të re mbas ndarjes, kurse ti ke rastin. Fëmijët e mi ka pas të gjithë lidhje të lirshme dhe kanë qenë shumë pozitiv ndaj këtij veprimi që unë bëra.
Nëse kjo është një shenjë e mirë. Tani goca jeton në qytet tjetër, ti je rikthyer në qytetin tënd. Jam rikthyer në qytetin e bashkëshortit që bashkëjetoj tani. Okej. Po, Edhe ajo është e qetë aty vajza. Shumë, domethënë këtë doja të tregoja që nga ajo zënka atje, që edhe vajza u bind se kishte të vështirë jetesën aty, ama thjesht donte që të sqarohej gjëra që ajo nuk ishte fajtore. U larguam, aty u vazhdoi shkollën edhe java e parë që nisi shkollën bashkë me djalin, po qëndronim të dyja bashkë, sepse ne qëndrojmë të përqafuar, flasim shumë, jemi si tre shok në shtëpi. Edhe vajza më thot, mam, dua të them diçka. Po, i them, mund të shpresh. Thot, jam shumë e lumtur në të vend që jemi, dhe kam gjetur shoqërinë që unë duhet ta kisha gjetur me kohë, por të kërkoj falje që kam gabuar kaq shumë. Shiko, Elira, më fal që të ndërpresen, ne tash kemi këtu në program, ndonjëherë e bëjmë terapinë bashkë me ju, ndonjëherë jeni ju shkak për një diskutim që më lind, dhe diskutimi më lindi nga diçka që ti the, që e thon shumë prindër. Paka shumë kjo është siç është historia jote klasike e një vajze që rebelon, janë dhe shumë fjali klasike këtu të cilat na kanë bërë e kemi pasur mbas vetes gjithë jetës. E para kur ti u habite që ai pinte cigare sepse nuk ishte edukata jote. E dyta më bëri përshtypje, dhe kjo është për Jonën, diskutimi, që ajo tha djalin tjetër e kam shumë të sjellshëm. Unë personalisht dëgjova historinë e një vajze e cila ti e the shumë mirë, e the vetë, ndoshta edhe në marrëdhënie me familjen që ka pasur, babain, u fut shumë shpejt në një shoqëri, por që ka karakter të fortë dhe mund t'i jap zgjidhje gjërave vetë. Unë vetë kështu e pash. E pash një adoleshencë të një vajze që, okay, u ngatrua, por nuk u ngatrua aq shumë që t'ishte ajo negativja. Kupton? Të paktën nga çka të treguar ti, ajo karakter negativ dhe karakter keqdashës nuk ka treguar, dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Të rish të pish cigare, nuk është nata me ditën me djalin tënd që spi cigare, ëh? Unë kam filluar cigaren 15 vjeç, nuk kam qenë njeri. Nuk e kam në shumë aspekte si nata me ditë. E kuptoj, po dua që edhe nëpërmjet tejes edhe ti thua ato gjëra që ke në mendjen tënde, po unë ndërkohë dua të ndaloj të gjëra që se kam shumë fiksim që ca gjëra ne I kalojmë se kemi dëgjuar, po hajde ti diskutojmë këto gjëra që janë kaq klasike dhe kaq të dëgjuara. Po më bëri përshtypje krahasimi me Çunin dhe që vazhdon e thua si nata me ditën në karaktere, jo detyrimisht I miri I keqi, këtë patjetër që nuk e thua. Po më bëri përshtypje në mënyra se edhe e treta është falja që të ka kërkuar ajo, që falja për zgjedhjet që ka bërë, që ta ka kërkuar ty si falje, edhe kjo më bëri përshtypje. Po, dhe më përqafoi me shumë dashuri. Po pra, po ne si prindër duhet na kërkojnë falje për dëmin apo falje, sa ajo tha falje që zgjodha ato. Se unë këtu nuk pash dhe probleme shumë të mëdhaja. Unë pash një shkollë shumë problematike, unë pash një zonë shumë problematike, nuk e di ku ke qenë motër, ku ke jetuar në Tiranë. Jam shumë kurioze ta di nëse se thua do të ma thuaj pastaj çfarë shkolle pas ka qenë kjo dhe çfarë lagjeje. Ta them unë pastaj. Jo, për shkakme që ditë e parë ke pritë divorcuar kotu, nuk e di këto. Të tërë kanë, po që ka shumë agresive si lagje, s'po them era lagje se s'do paraqykoj. Vajza ime, shumë keq u prit. Shumë geto, si agresiviteti në kulm. Kështu që është zona aty, se zona ndikon, vendi ku jeton. Është ajo zona, është. Ajo quhet për atë gjë. Po, Jona, çfarë mendon për këto përcaktimet që I dëgjova përgjatë? Edhe unë shikoj një adoleshente tipike me rebelizma kundrejt këtyre sjelljeve që ne I themi të pirë cigare, të qenit agresive, shoqërimit me persona të rrezikshëm ose influencues që mund ta çojnë në një drejtim jo të mirë. Po nga ana tjetër është edhe një adoleshente që mendoj ka thithur ose absorbuar shumë gjëra të rriturish në trupin e vet si adoleshente, dhe prandaj ky menaxhimi që ne na bën përshtypje vjen dhe nga kjo, pra një rritje parakoshme në kërkimin e drejtësive, në mënyrën e artikulimit, se si ajo e shikon veten, mos e lër veten pas në kërkimin e drejtësisë nga këto ngjarje që po I ndodhin, mënyrën se si kërkon falje tjëmës, domethënë këto nuk janë gjëra të cilat një adoleshent I bën zakonisht. Mund të vijë një procesi më vonshëm dhe prandaj të bën përshtypje dhe patjetër ai kërkimi I faljes që ku ti ndalove më bën dhe mua të them që ka edhe aty fajsime që mund të bëj me veten e vet. Çështja e teatrit është një çështje e cila duhet kushtuar shumë rëndësi. Mënyra se si ai ka thënë është jo vetëm që e distancon, por është si mohim të personit. Shikoj, ka thënë më fal që të ndihmoj. Ka thënë diçka tjetër që më bëri shumë përshtypje, Elira. Ai ka thënë që unë
mbaj djalin, nuk mbaj do 2 fëmijë, do mbaj vetëm djalin dhe jo ty? Po. Ato e lexova Edhe dhe që aty vajza është ndjesh shumë keq, po bisedoja. Kjo është skandaloze, të thotë, ja ka thënë sy vajzës që unë... Po fliste në telefon edhe normal si çdo prind pas divorcit që ka detyrime. I thotë vajza që ti ke detyrime kundrejt nesh. Jo, thotë ndje keq, unë s'kam detyrim për ty. Ty të maje jotën, thotë kam vetëm djalin. Okej, thotë kjo. Domethënë ti në ke darë thotë si fëmijë. Okej, thotë. Mira bërë, thotë se edhe unë s'dua që të të njoh fare si baba. E rënd që nga dhe kjo, dhe goca dhe ka marrë disa Fika me plak që rrotullohet për të... Që aty më akuzon të mua, pse më bërë me atë baba. Ndjem shumë keq që unë jam fëmijë një prindri të tillë. Shikoj që tek ty dhe tek ajo ka një lloj lidhje. Një lidhje sidoqoftë që i ka rezistuar, po gjithë këtyre lëvizjeve, transformimeve që ju keni bërë. Deri diku ka qenë edhe brish, sepse ju detyroi të largoheshit nga një vend, domethënë të ka sfiduar. Këtë lidhje që ju keni me njëra tjetrën e ka sfiduar dhe këto situata të jashtme jashtëzakonisht shumë, por prapë keni mbërritur në një pikë ku prapë e takoni njëra tjetrën. Po, jemi shumë të lidhura njëra me tjetrën. Të ka vënë në dyshim her pas here si nën në kjo marrëdhënie, sepse të ka sfiduar, po. Por ama ke bërë dhe gjëra të jashtëzakonshme, të lëvizësh për fëmijën, do thotë të ndryshosh dhe ti rutinën edhe çdo gjë që kishte krijuar një strukturë aty ku ndodheshe më herët, por e ke bërë për hir të fëmijës. Kisha shtëpinë time, i kisha gjithë gjërat aty ku isha, u largova vetëm për hir të fëmijëve. Dëgjova dhe në fillim kur e përmendi Dalina historinë tënde, se kam edukuar shumë njerëz, shumë nxënës, ke qenë profesion e mësueses, dhe vetëm fëmijën tim nuk arrita. Domethënë, e vazhdon akoma ta kesh të mendim në vete, apo e kupton që një adoleshent ka edhe këto sfida kundrejt një prindi? Me një adoleshent has shumë sfida. Mendoj që edhe vajzën time ta kishte edukuar dikush tjetër, siç jam sjellur me nxënësit e mi, me ish nxënësit e mi. Kishte gjetë një zysh kaq të mirë, jo se jam unë, por vërtet që jam sjell shumë mirë me brezat, me nxënësit që kam pas, sa dhe sot më shkruajnë, më falenderojnë, edhe vajza ime kishte gjetë një zysh kaq të mirë, unë s'do kisha pas probleme me ta. Nuk gjeti zyshat e duara, i gjeti shumë arrogante. Nëse mjedisi ka qenë arrogant, por mjedisi të nxjerrta gjëra në pa që nuk janë pjesë e mjedisit, janë pjesë asaj që ti ke mbartur me vete. Në valixhen tënde, në valixhen e saj kur ajo bëri transfertën në atë qytet që bëri. Po unë në fund të telefonatës, në fakt do të thoya vetëm diçka që e tha Jona, edhe kjo është një merak i imi, tashi ajo vajzë e mohuar nga jati, ishte rasti dytë sot, edhe është një dhimbje shumë e madhe, të mos vajza me babain, se ke në marrëdhënie me meshkujt pastaj është po, por nga ana tjetër lajmi i mirë që njerëku, pra partneri juaj i ri është shumë i mirë dhe ky është fat i madh. Por ajo që më bëri përshtypje dhe në ballafaqimin e parë me cigaren që ke bër, edhe në atë që tha Jona, apo filloj me Jonën. Jona tha, ajo mbart ka shumë shenja sjellje prej të rrituri, sepse si duket e ka mbajtur shumë të peshën e të rriturit, qoftë mungesën e babait, qoftë edhe me atë çfarë ka parë në familje dhe dashje pa dashje, ti edhe kur përpjekur ti je fort, ajo çka ka parë tek ty në momente të caktuara, nëse kanë qenë momente që ti vetë the që ishin të vështira, mund të kenë parë dhe një viktim, pra të ketë parë dhe forcën tënde, por të ketë parë dhe dobësinë tënde. Ajo gja ka një lloj mlefi, është një fëmijë që një prindi ka thënë nuk të mbaj dot, dhe një prind tjetër ka thënë kur pi cigare, ti i the që se unë jam vetëm, se ne po lodhemi për ty, se nëna me gjyshin. Pra, ja bërë dhe ti një fjalim të gjatë, që nuk ja se para as e fundit, je milionta që e bën këtë gjë. Dua ta them këtë kur se jam këtu me gjyku njerëz fare. Unë biles këtu jam gjithmonë me mësu dhe unë nga juve, shqyqyre kam hap të si shkollë për vete. Po, e the këtë gjën e gjatë dhe pastaj u lidha dhe me atë që ai kërkon falje, kërkon dhe e lidha dhe me Jonën me pjesën e rritjes. Unë thjesht do të sugjeroja që në kuadër të vetë zhvillimit, ku ti je pjesë që ajo të zhvillohet dhe të bëhet ajo fëmia ideal, ajo mos harro që është një fëmijë ideal dhe është një fëmijë në rritje. Dhe mendoj që të mund të ndihmosh shumë dhe në pjesën e butësisë së saj.
sepse ajo forca e karakterit, ajo forca e madhe do t'i shërbej patjetër dhe është e rëndësishme. Po ka dhe një femininitet brenda gjës, dhe është për te i rimerit apo make-upit apo gjithçka, është një feminitet, një butësi që ajo feminitetin e parë nuk e mori nga jati vet, e të qenit femër, të qenë një vajzë e përgëdhelur e dashur, është një mungesë shumë e madhe kjo, ti je vajza babit. Por edhe të qenit shumë e fortë në kujdesin tënd apo për gjyshin, edhe kjo po ta theksosh shumë nuk i bën mirë vajzës. Nuk ka pse. Edhe adoleshenca nuk e ka gabim. Nuk ka gabim që e rebelon. Është pjesë e procesit. Ajo zgjodhi ashtu, e kuptoj, tash është ndryshe. Kalamajt janë kështu në ujëra të ndryshëm, sillen ndryshe. Kupton, një ditë do pinë 6 pije energjike, po i le 4 ditë pa atë dhe harrojnë. Është mirë kur ti ke bërë mirë që ke marrë vendime. Është e rëndësishme kjo gjëja që se ke lënë atë ambient me energji mbyse. Por meraku që thash në këtë gjatësitë time të monologjeve, që nuk po rikuperoj dot, s'po e rregulloj dot, është të lutem mos shife që ajo ka një proces. Që ajo mos dihet e gjykuar për procesin. Rritje zhvillimi. Mos kërkoj falje kaq shumë. Shive që ka një rritje, nuk ka lidhje as mësuesja e shkolla, edhe ambienti ka lidhje, mësuesja dhe ti dhe të gjitha, por në fund të ditës ajo do marrë nga këto, pa ajo është dhe një femër, edhe është një vajzë, edhe është një 16 vjeçare që ka procesin e vet. S'ka pse të thot më fal ty her pas here, ajo do ta thot një ditë, do ta kujdeset për ty. Do ta japi ndryshe. Mos je presioni sepse ai presion ty do të rezultojë si e di çfarë ndonjëherë ky presion rezulton në një fëmijë të jashtëzakonshëm për prindin, por rezulton pastaj në ca zgjedhje që ti mban familjen, mban vjerrin e tënde, vjerrën e mban përgjegjësitë të gjithëve, merr ndonjë burrë që rrin në shtëpi gjithë ditën, janë ca lloje të tjera që ku kthehen. Edhe në një moment shpërthehen edhe ti thua çpati gruaja 40 vjeç. Po ti je shumë, do jesh më plak për ta kuptuar më mboshuar, por lëre mos të kërkoj dhe falje, lëre që ajo të jetë okay me gabimet e vet, apo jo Jona? I them se nuk dua falje mami, thjesht unë dua ndryshim veprimesh. Nuk më vlen falje. Më pëlqeu shumë ajo që the, edhe mund ta konkretizoj me këtë që ndonjëherë adoleshentët nuk e flasin gjërat që kanë nevojë. Na duhet të dëgjojmë ndonjëherë atë heshtjen e tyre. Se zakonisht nuk flasin, pra e tregojnë vetëm me mllef në këtë mënyrë që po e përshkruante pak edhe të lira, me agresion për ta shprehur atë gjën, dhe aty ka diçka e cila ajo do të dëgjohet. Prandaj e nxjerr në atë formë. Dhe prandaj ti po thua mos je presion dhe unë bashkohem këtij mendimi, sepse presioni normalisht tensionon edhe atë e shtyp. Adoleshentët ka një gjë që kam kuptuar unë te pjesa e presionit. Ti mund të rrish në dhëm, tamam kjo, ti të kërkosh ti nxjerrësh diçka se çka ka. Dhe shko në orën 8, mund t'i rish deri në orën 12 mbasdite, në orën 1 të mëngjesit papritur të vjen në krevat. Dhe të vjen, të më thënë, është një proces, si jam unë preke më motër se unë kam gocën sa ty dhe tjetërën 14, dhe kjo është një temë që unë më doli nga zemra. Kisha një temë tjetër, po thash që do bëjmë të temën, sepse për këtë kam djeshmëri për momentin. Nuk jam këtë tip me fëmijët, unë i them kur të jesh e gatshme ti, mund të vish të flasë. Po jo, e kanë të bukur dhe ato kur vi vetë. Edhe kur vi vetë dhe rinë në celular afër teje dhe s'flasin fare, edhe ishte një moment i shenjtë sepse është thjesht rri aty me ty. Domethënë, edhe ne si prindër, nga stresi dhe frika, se edhe ne duhet mësojmë, kërkojmë të dim, mjafton që vinë aty. Vinë te ty. Kupton se mund të shkojë edhe diku tjetër. Është i rëndësishëm e lira që ai dhe i momenti që vi te ty të vi pa gjykim. Ti t'jesh i njeri dhe këtë burrat, përveç këtyre burrave që fatkeqësisht kanë qenë jetën tuaj, po burrat e bëjnë shumë mirë këtë. Kam vënë unë tek baballarët, prandaj kishte edhe kjo lidhje, ndoshta me baballarët e kanë bërë shumë mirë të, në paktën më aq unë di dhe kam parë që të shohin pa gjykim. Kurse neve kemi një bëre këtë, kemi merak. Domethënë edhe gjykimi, edhe kur s'ka asnjë gjykim, thua fute karakterin brenda. Mbuloje, po kjo të bën një zhurmë, që atë zhurmën pastaj kur vdes nëna, e do më shumë se babain. Të merr malli më shumë për atë zhurmën e nënës, sepse ka lënë një heshtje totale të frikshme kur të vdes nëna. Por për sa kohë është ajo, është e tmerrshme. Domethënë bëhet lodhse dhe kalamajt për neve, dhe sidomos kur janë nëna në divorce, nëna që rrisin veten se ti ke presion të madh, kjo bëhet e lodhshme. Bëhet për ata, bëhet edhe kështu që ka nevojë që fëmia ka dhe ajo qetësinë e vet, pa i kërkuar, mos i kërko asgjë. E di vetë, i kuptove që i kalamat mirë, fundit është e mirë. Ai po donte, i kishte cigare s'është asgjë.
Se ne mendojmë cigare nuk çon kishe droga, filluar edhe gjëra ka më cigare më që të nuk çon rënda, asnjë. Mund kishe filluar edhe gjëra më të rënda. Po ndoshta i fillon, ndoshta si fillon, këtë nuk e dim ne. Por ti bëre Zotna. lëvizjen tënde, ajo është okay me lëvizjen, pra nuk kërkon të rebelon, nuk po shkon në një gjë tjetër të thotë, dua të Jo, shkoj jo, prapë aty. absolutisht. Pra Po, ajo këtë jam shumë e lumtur, ishte një sepse ka një ambient jo ndryshim natyral total. të saj. Por që aty ajo tregoi ca vlera të tjera, sepse edhe në atë ambient ka vlera. Pra shifja dhe vlerat e saj, ajo është për të parë. Normale, Bravo të qofsh që nuk shumë e e pranove fortë, fajin. shumë Bravo që s'u guximtare. bëre servilja e askujt. Kështu që bravo për këto gjëra dhe këto janë Nga bravo. ambienti ku është rrit, nga ambienti ku është rrit e ka rrit më shpejt se ç'duhet jeta. E pra po lëre të jetë çik fëmijë, Të lëre shijoj. është e Të rëndësishme. shijoj fëmirin. Po ta shijoj një çik. Lëre të jetë fëmijë se pastaj Jo, edhe ato tani jam shumë e lumtur, kanë plagët e tyre sepse ato. ka një ndryshim total. Po. Edhe ndjehet shumë e qetë, ndjehet shumë e mbrojtur, normal. Okej, unë të falenderoj shumë Edlira për telefonatën edhe jam e Absolutisht. lumtur që je okay. Faleminderit juve që më dëgjuat. Në paqe vajza, du t'jesh në paqe ti. Normale. Kur fëmia është i lumtur edhe prindri është 10 fish, më i lumtur dhe më i qetë. Po edhe ti du t'jesh në paqen tënde? Do ta themi tani tutje nga e kundërta. Kur jam unë e lumtur është fëmia e lumtur, se kur i thua kur je ti e lumtur fëmia si ai vendos një presion. Meqë sot e bën presionin për t'ia hequr. Është e kundërta, më paqe. Do t'jemi ne në paqe, në qetësi. Ti si mësuese ke të vështirë, se thonë që mësuesit e doktorët të mos ishin arsimtarët, tha mjekët do ishin më të marrët. Kështu që juve e keni dhe që nga profesioni. Ne kemi çik. Të falenderoj shumë, mirupafshim. Unë falenderoj nga juaj. Okej, ishte një episod shumë emocional, në fakt. Po që si është puna grave, gjithmonë ja mundohen ta gjejnë zgjidhjen gjithkohë, se gjejnë. Të forta ja, se kem frikën fare grave. Po edhe me këto nuancat edhe se ç'a duam ne. Edhe mua e presim që i vëmë një kështu ne, po kjo s'më pëlqen mua. Është e fortë kur e themi, s'më pëlqen mua, po ç'a do adoleshenti është Të përshtatemi me adoleshentin. Dhe më mbeti më në mendje një gjë që the në fillim, ku adoleshenti e ndjen kur prindi është i vërtet ose jo. Dhe më po reflektoja ndërkohë që Edlira po fliste, që ndoshta ndonjëherë mund të vishemi në rolin e profesionit që kemi dhe të duam të japim fëmijës ose fëmijët na jap mbrapsh atë që ne ndjemi të vlerësuar për rolin që kemi. Për shembull siç e thonte dhe Edlira, unë jam mësuese, kam edukuar njerëz, shumë nxënës të tjerë dhe dua që të fëmia e saj ndoshta ka dashur në subkonsciencë që të ishte ideal, pra të shfaqej me një fëmijë shembullor që arrita ta bëjë dhe fëmijën tim. Kështu që e ka sfiduar në këtë drejtim dhe na bën të kuptojmë dhe të reflektojmë që fëmia të merr ose të jep atë që do, jo sepse duam ne të vishemi me arritjet dhe sukseset e këtij fëmie, ose mënyrën se si modelohet së jashtme, por sepse ai fëmia ashtu ka procesin e vet dhe mirë e mbyllëm me pa presion. Një nga sekretet më të mëdha që nuk i ndan asnjë në emisione, është pikërisht ajo përballja jo me fëmijën, që është fëmia që ne donim të ishte. Ajo nuk ka për të diskutuar dhe nuk e thot njeri, po është e vështirë. Është e vështirë dhe sfiduese sepse të gjithë kanë në kokë një fëmijë që të donin të ishte dhe kur e shohin atë fëmijën, ndoshta nuk është fëmia që të donin të ishte, e duan pafund, po është dhe kjo e vërtet dhe fëmia e reflekton. Sepse se ndjen që nuk është fëmia që ti doje të ishe. Kështu si fillim ne duhet ta shikojmë fjalë, ta shikojmë që ai është fëmia jon edhe është një fëmijë që është i përket vetes vet. Po, i përket vetes vet. Edhe është shumë mirë që është aty dhe ka një arsye pse je prindi vet. U them që ishte shumë emocionale. Kjo unë qava, po tashi po s'qava për këtë temë nuk do qaj. Pastaj, siç më thatë dikush që takova Dalina mbaron adoleshenca, pastaj ke halle goca a gjeti punë, a gjeti çuni atë dashur, thash o zot, kjo gjëja nuk mbaron kurrë. Por siç tha mami, prandaj është fjala barr, se është një barr që e ke të jetën. Po edhe lumturi. Okej, ne flasim ja usitet dhe më mori malli për ty do ta them se kisha më dëshirë të thoja. O bë pa kohë. O bë pa kohë, hajde, ciao. Ándale.